Jena këtu te plazha private, është plazh private. Disa nda pas ka të mirë që përpas plazhës, ku mundesh mu la, mu rrezit e ki edhe me lyt basket. Plazha private po m'pëlqen se vend shumë i qetë, nuk është që ka resorte, ka gjatë qetësi edhe çdo i kisha gjetë veten edhe unë. Domethënë për këtë pjesën e Shëngjinit, sidomos e dina që uji është shumë i pastërt. Një për rezidencave më të bukura deri më sot, e te poshtë, e t'ja fusin. Miste mi mastronës të hedhun, po dash të marrë pak si prej Pinalçit, ma rrotull mira. Unë e kom ka përcy natë, pas që m'lagë. U tera shpejt. Arta njërë si shotat, nuk e lag uji. Ja. Edhe jena do me thonë këtu të shkambi Nix. Shkambi Nix. Po. Jena këtu të plazha private, është plazh private, edhe kjo këtu, po edhe ajo anej, edhe ata anej ta shumë as keni me po. Nisa nda pas ka të mirë që përpas plazhës, ku mundesh mu la, mu rrezit e ki edhe me lyt basket. Ishtë një fushë basketit që ty. Dhe me thonë për njerës që jone që në shkurt mujnë marrë edhe mu zgat, edhe mu la, edhe mu rrezit. Krejtit. Të në të mirat, mi mos. Ku që ta shkyver për më pëlqen mas shumë ty, për interesat mija personale. Do me thonë për interesat tua personale që kyver më e miri. Që ky, edhe mu për më pëlqen, për ma shumë pëlqen që e pjesa në altë. Ku erdhëm që na dash marrë Pinalçi që dhe poshtë për me hikë të mrena. Po keni restorant me ongër buke, ki i pëlqen buke. Pëlqen. Me thonë shikus në rrumë të kjo plazha private, po më pëlqen se vend shumë i qetë, nuk është që ka resorte afër. Është rruga, po jo rrugë shumë e qarkullume sa që me të pengu kur ti e mrena në plazh. Do me thonë, dy plazha private është kjo pjesa këtu, të shumë asene i pigurit tani na vazhdon plazha tjetër private e dikuj tjetër, dy bizneseve. Vend i qetë, vend i pastërt. Tash s'po folim për ato gjanat e detit që i bon deti, për dekt, pemë ose diçka tjetër, po pjo foli për gjanat, pjo foli për qetësin që është të kjo plazha private këtu. Ka gjatë qetësi edhe qëto i kisha gjetë vetën edhe une. Pa që të po do me thonë që to për javlejka, me orë për shamull njëri me partnere, ose me gru, ose me femën, për javlejka morë se ka gjatë si shumë qetësi, pa që po edhe kur e na ardhë pia tjetë, na kanë dhonë shumë respekt. Do me thonë, prej gjithë ka ku jena të shku, që na të prezentu si shqiptarë të Kosovës, jenë të na pritë shumë mirë, për na thonë juve i kena vlezër, edhe faktikisht na jena një. E më thonë edhe më që kofë malë koqës na do bashkë, është një pjesë kogje e bukur, po bëqina e sot pjesë që në dy gurve që janë deti, se këta që në meraklit kërcimit, marrin hez. Piku është artoni atje. E te poshtë, e t'ja fusin. Pjuf! Pa! Këtë që shikus në rrumë nuk kena mundon me qikaq. Hadeni me neve, të vazhdojnë edhe në ato pjesën anena, mi po hala bukurit e Shëngjinit, se është plazh Shëngjini, sidomos është plazh që për një me ka vene që juve që janë të mira, që të knaqin, po janë edhe të bukra për sy, se na shqiptarët kem qef me shku dika ku ka edhe komoditet, po edhe ku veni mirë, se kem qef ka pak na me qitë fat edhe mirë ka Edhe uji i poq. që ku jena. Edhe uji shumë i poq. Edhe uji tepër i pastërt, do më thëmë për këtë pjesën e Shëngjinit, sidomos e dina që uji është shumë i pastërt. Nëse nuk ka bëjnë këtë pjesën këtu ke 10.000 lek, 10.000 lek ke shëzloni bashkë me parking, do me thonë ditur. Që do me thonë 10.000 lek i bin diku 10 eura, nëse nuk ka bëj. Tash këta e kanë, një mishën e kanë 10.000, nuk e di që, Allah, do me thonë 10.000 lek që ne kanë parkingin bashkë me shëzloni. Adhe tash në vazhdojnë atë pjesën anena, mi po dhe bukurit tjera. Edhe një sen, do me thonë për ti pacione që pritoj me ecë ndeti shumë, adhe pritojnë, do me ecë ka 20 minuta. Shky plazh të ka shumë i mirë se beq atje është, do të thonë prej fillimit. Prej plazhës dytë private dole me një plazh tjetër private, ku këtu përveç ujit që është shumë kristal edhe që është për një me bukur me po që shë nëse hin në uj i shë kom të tua ose i shë edhe peshqit që po thëmune, po është edhe rezidenca, Leonis rezidenca, një për rezidencave më të bukura deri më sot që ma ka po synin në Shqipëri, po është edhe hoteli Syles, dy plazha private, ku përveç që është pastërt plazha, është edhe deti uji shumë i pastërt. Për ftoftë se di se ala herët është me hi me provu.
Do më thonë, nuk jena as në Turki, nuk jena as në Greqi, as në Maldive, po jena në Shëngjin, do më thonë. Që fa rezidence? One, visni sa në më ta thonë të vloj jam i doshtën. Nuk i shka zgati shumë mohabetin se ka njerë e thojnë heshtja flet vep. Po, normalisht. Kameramani unë i doshtën, ka bi këto pomi le ta shojnë shqiptar tonë të doshtën shfar venet bukra koshit mija. Shëja kamere mos ja prish saj bukurie. Vishë rrini me pamjet. Jena këtu të plazha private, është plazh private. Disa nda pas ka të mirë që për pas plazhës, ku mundesh mu la, mu rrezit e ki edhe me lyt basket. Plazha private po m'pëlqen se vend shumë i qetë, nuk është që ka resorte, ka gjatë qetësi edhe çdo i kisha gjetë vetën edhe unë. Domethënë për këtë pjesën e Shëngjinit, sidomos e dina që uji është shumë i pastërt. Një për rezidencave më të bukura deri më sot, e te poshtë, e t'ja fusin. Mishte mi mastronës të hedhën, po dashtë marrë pak si pej pinalqit ma rotën mira. Unë e kom ka përcy natë të sëm lagë, e u tera shpejt. Arta njërë si shotat, nuk e lag uji. Ja. Edhe jena do më thonë këtu të shkambi Nix, shkambi Nix. Po. Jena këtu të plazha private, është plazh private, edhe kjo këtu, po edhe ajo anej, edhe ato anej ta shumë as keni me po. Nisa nda pas ka të mirë që për pas plazhës, ku mundesh mu la, mu rrezit e ki edhe me lyt basket. Ishtë një fushë basketit që ty. Në me thonë për njerës si unë që ju në shkurt mujnë marrë edhe mu zgat, edhe mu la, edhe mu rrezit. Krejtit. Të në të mirat, mi posë. U që ta shky vend për më pëlqen mas shumë ty, për interesat mija personale. Do më thonë për interesat tua personale që ky vend më e mirë. Që ky edhe mu për më pëlqen, për ma shumë pëlqej që e pjesa në naltë. Ku erdhëm që na dash marrë pinaqe që dhe poshtë për me hikë të mrena. Po keni restorant me ongër buke, ki pëlqen buke. Pëlqen. Më thonë shikus në rrumë të kjo plazha private, po më pëlqen se vend shumë i qetë, nuk është që ka resorte afër. Është rruga, po jo rrugë shumë e qarkullume sa që me të pengu kur ti je mrena në plazh. Do me thonë, dy plazha private është kjo pjesa këtu, të shumë asene i pigurit tani na vazhdon plazha tjetër private e dikuj tjetër, dy bizneseve. Vend i qetë, vend i pastërt, tash s'po folim për ato gjanat e detit që i bon deti, për dekt, pemë ose diçka tjetër, po pjo foli për gjanat, pjo foli për qetësin që është të kjo plazha private këtu. Ka gjatë qetësi edhe çdo i kisha gjetë vetën edhe unë. Pa që të po do me thonë që to për javlejka, me orë për shembull njëri me partnere, ose me gru, ose me femën, pa ja vlej ka marrë se ka gjatë si shumë qetësi, pa që po edhe kur e na ardhë pia